Stuhja e breshërit me intensitet të lartë që ka zgjatur për disa minuta pa ndërprerje në zonën e Frakullës në Fier, ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në nektarina, moll, dardha, ullishte, spinaq, por edhe në serat e mbjella me lulë shtrydhe. Ai breshi i dieshëm nuk e shpar realisht pa edhe 20 vjet të themi ka mbajtur 20 minuta. Po ai pash tash i pemt. Edhe pse nuk duken, për momentin pas 2-3 ditësh duke kishin marrë goditje në kokër. Lastar, gjethe, po në kokrës sidomos që është prodhimi. Edhe ajo tash me rritjen e kokrës, zmadhohet plaga dhe nuk bën për tregme. Unë nuk kam parë asnjëherë breshër në kafare. Është herë e parë që bie breshër dhe breshi pa parë, mbi 10 pond bresh. Ka ndenjur rreth 4-5 orë pa shkrirë. Ka bërë dëme në sharqit që kanë mbjellë njerëzit tanë. Edhe lule shtrydhja diskutojsh për të bërë dëm, po erdhëm, ti themi, erdhëm me shpejtësi që i mbuluam me i bëm. Edhe ja, mua më ka bërë dëm, edhe lule shtrydhja ka bërë këto anë, këte i ka bërë anë, i ka tërmur. Po e kam, e ndyly me ca spinaqe kam këtu edhe më ka bërë dëm. Fermerët pohojnë se askush nuk ka dalë në terren për ta parë e verifikuar nga afër dëmet. Jo, për momentin s'na ka lajmëruar. Qose vinë mbrapa, për momentin s'na ka lajmëruar. Megjithatë, këto janë të natyrës, po edhe pak na shteti sikur na një ilaça, na një ushqim, na një diçka, bera qave si themi.